pjesa e parë e diskutimit avokat është kjo, çfarë do të bëjë Erion Velia? Ka bërë një paralajmërim nëpërmjet avokatëve të tij që do ta çojë këtë çështje në gjykatë kushtetuese. Problemi në fakt është mjaft delikat. Vlerësoj që për rrugën që mori, Erion Velia në shkurt, do t'ishte mirë që strukturat e Partisë Socialiste dhe udhëheqja e lartë e saj duhet i gjende rrugët dhe duhet të merrej vesh me Erion Velin që ai t'i jepte dorëheqje. Edhe dorëheqja do t'ishte një gjë, domethënë që nuk do të kishte kosto, përkundrazi do t'ishte një gjë mirë edhe për vetë. Po pse kjo ka kosto? Po, ka kosto. Për vetë Erion Velin, sepse Erion Velia duke dhënë dorëheqjen, atëre do kishte një plus të madh në pikpamjen ligjore të çështjes tij, sepse do t'i thoshte pastaj, me një kërkesë do t'i drejtohesh gjykatës, edhe do kërkonte ndryshimin e masës së sigurimit në arrest me burg qesht, o në arrest shtëpie ose detyrim paraqitje, me argumentin që në vendimet që ju keni marrë ndaj meje, si në shkallën e parë, po edhe gjykata e apelit ka arsyetuar që unë duke qenë në krye detyrës si kryetar bashkie mund të prish provat. Kurse tani unë duke mos qenë në këtë detyrë, s'kam çfarë provat të prish, kështu që më zbusni masën e sigurimit. Dhe kjo vlerësoj që edhe gjykata, domethënë do të flas gjithmonë juridikisht, nuk flas si janë të ndikuara gjykatat edhe për vendimarrjen e tyre, por ha logjik juridike dhe jepet bëhet ndryshimi i masës së sigurimit në situata të tilla. Në fakt nuk e bën një gjë të tillë, duhet ta bënte vetë Erion Velia, por nuk bëri ai, duhet ja afronte këtë zgjidhje, këtë alternativë edhe forca e vet politike, e cila faktikisht e çoi deri aty ku është, sepse nuk vetë, domethënë kryetar bashkie. Edhe duhet ta bënte ajo, por edhe kjo forcë politike nuk e bëri faktikisht dhe pastaj ka marrë tani një rrugë e cila ka kosto. Disa kosto u dhanë, disa kosto po i vuajmë faktikisht neve. Po çfarë po vuajmë? Nuk është problemi se çfarë ka bërë Erion Velia. Ka bërë vepra penale as ka bërë. Ato që i atribuohen janë vepra penale a nuk janë, apo janë shkelje administrative. Edhe s'duhesh marrë fare në përgjegjësi penale për këto gjëra. Janë çështje që do i zgjidhi gjykata në seancën paraprake që tashme ka kaluar çështja, se ka kaluar te gjyqtari i seancës paraprake dhe ai do të shikojë tëra këto gjëra. Por problemi është nëse ti do marrësh procedurën, domethënë do fillosh procedurën e shkarkimit të një kryetari bashkie, atëherë duhet i garantosh me çdo kusht atij një proces të rregullt ligjor, si për çdo kënd në botë, si për çdo njeri tjetër në botë. E kuptoj, vetëm në mënyrë që ta racionojmë kohën, sepse në këtë pjesë të parë do flasim për këtë dhe dua t'ja jap atë rëndësishme, pastaj do kalojmë në diskutime tjera. Jemi në këtë situatë ku ca thonë që nuk do s'kishte nevojë të paraqitej në Këshill Bashkiak dhe të dëgjohej, disa thonë që duhet dëgjuar atje. U mor ky vendim dhe u bë si u bë. Tani jemi në këtë pikë. Në rast se Erion Velia shkon në gjykatë kushtetuese, çfarë ndodh? Problemi është tani këtu përsëri ka një ngerç edhe juridik, edhe përsëri do ketë një lloj kosto, sepse që ai duhet vinte në Këshillin Bashkiak, duhet vinte. Nuk është me o duhet vinte ose duhet vinte. Duhet vinte. Procesi rregullt ligjor kërkon që të vesh, do ta dëgjosh. Do ta dëgjosh. I thua që ke munguar 3 muaj, do thot vlerësimin e vet. Nuk do t'ja marrësh konsiderat e tjetër punë, po do vej. Dikush thot nuk e lejon njëri të dalin në burgu. Jo, lejohesh të dalësh në burgu. Në burgu vete, edhe kur ke të smur një familjar, në burgu vete, edhe kur në një komision parlamentar të thresin atje, do japësh shpjegime, edhe të çojnë ata të arrestuar, vete do japësh shpjegime. Pra, duhet vinte në mbledhje. Dhe kjo është e parregullt. Po tashme çfarë ndodh tani? Që edhe Këshilli i Ministrave bëri njëjtin gabim, siç e bëri Këshilli Bashkiak. Edhe Këshilli i Ministrave duhet ta thriste. Atje do ta dëgjonte. Nuk mund të marrësh një vendim ti pa e dëgjuar dikë. Pa e parë aty sy në sy, pa të thënë ai pretendimet e veta. Nesër në Strasburg këto çështje shikohen, nuk shikohen gjë tjetër. Janë procedura që zbatohen për tel njerëzimin, domethënë, jo vetëm për Erion Velin.
Tani, me vendimin që mori Këshilli i Ministrave, këtu ka një problem. A do të ankimoj, as do ankimoj është çështje e tij, por në rast se ai ankimon vendimin, në fakt VKM-ja doli. Dhe nëse VKM-ja botohet, bie fjala nesër, në fletoren zyrtare, Presidenti i Republikës vetëm 48 orë afat ka që shpall vakancën dhe të jep datën e zgjedhjeve. Pa pritur gjykatën kushtetuese. Nuk me njëra i sa të botohet në fletoren zyrtare, ai është i detyruar, po u botuar në fletoren zyrtare, është i detyruar të shpalli datën e zgjedhjeve. Nëse Erion Velia do të ankimoj vendimin, ankimi ka kohën e vetë, se ka 15 ditë afat, dhe ai e bën ankim, do të bëj tek këtij afati që do të caktojë datën e zgjedhjeve. Dhe pastaj, ajo është një procedurë që gjykata kushtetuese do ta marrë. Domethënë është nul, gjithsesi ne shkojmë në zgjedhje nul, në kuptimin që nuk ndikon procesin, gjithsesi ne shkojmë në zgjedhje. Po në data e zgjedhjeve do caktohet dhe pastaj gjykata kushtetuese ka disa atribute. Në rast se gjykatës kushtetuese bie fjala Erion Velia do t'i kërkoj krahas pavlefshmërisë aktit Këshillit Bashkiak, krahas pavlefshmërisë aktit vendimit të Këshillit të Ministrave, do t'i kërkoj dhe pavlefshmërinë e dekretit presidentit, do thotë pritje, do ndëgjoj një herë mua, kam drejtin e ankimit, ma jep kushtetuta që brenda 15 ditëve ta kundërshtoj vendimin e Këshillit të Ministrave dhe ti nuk ma dhe mua këtë gjë, dhe gjykata kushtetuese në këtë moment e pezullon edhe dekretin, thotë jo, ky dekret nuk do të zbatohet, s'do këtë zgjedhje në këtë datë, derisa të jap vendimi përfundimtar unë, dhe e pezullon, këtu krijohet ngersh, nuk do kemi zgjedhje.